Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës, po takohemi me një edicion të ri të Panzon, projekt ky dedikuar ngjarjes më të madhe sportive në botë, kampionatit të botëror 2026, i cili po zhvillohet në 3 ndeshje në 3 shtete njëkohësisht, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Meksik dhe në Kanada. Nishin 4 ndeshje dhe 16 qytete do të jenë pritëse në Amerikën e Veriut. 48 shtete pjesëmarrëse. Më thonë shumë futbol dhe shumë adrenalin për gjatë këtij muaji, me në 10 korrik do të jetë edhe finalja. Kështu që shumë punë do të kemi, do diskutojmë shumë, edhe unë sot të ftuar i kam 4 mysafirë që më kanë nderuar me prezencën e tyre. Drejton Govori, ish futbollist, drejton faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Muhamet Vokri, profesor. Muhamet, kërkoj ndjes. Faleminderit. Avni Nuha, kryetari i Federatës së Ciklizmit. Avni, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit për juve për ftesën. Gjithashtu e kemi sekretarin e përgjithshëm i Federatës Triathlorit, Gazmend Maxhuni. A thash mirë, një sport relativisht i ri nga 2018, kështu që alas jemi adaptuar shumë. Faleminderit edhe një herë për kohën dhe gatishmërinë do të flasim për futbollin, por fillimisht kisha dashur nga regjia që të shohim kalendarin e ndeshjeve pasuese që na presin gjatë ditës së sotme. Portugalia me Kongon. Do zhvillohet sonte, kemi Angli, Kroaci një ndeshje, po besoj goxha interesante gjithashtu. Kemi edhe një video që do shpalosim pak më vonë, do e shpaqim ku shqiptarët shihen me flamur kuqezi bashkë me kroatët, duke shku me pa ndeshjen dhe duke u përgatit para festë, po shohim kush do të fitojë më pas. E kemi Ganën dhe Panama. Gjithashtu në fund është Uzbekistani, se nuk po e shoh mirë, me Kolumbinë. Uzbekistani, në 4 ndeshje mjaft interesante, ajo është komengjall kurreshte më të madhe, do të jetë Portugalia, Portugalia ishte me edhe një herë të lutëm regjia, e lusim me kë ka ndeshje Portugalia me Kongon dhe Anglia me Kroacin. Interesante për Portugalinë, pasi që e pam një paraqitje fantastike të lojtarit më të mirë në botë, Lionel Messi, i cili një hat-trick. Po nisim këtu pak a shumë po flasim për këtë ndeshjen e mbrëmshme, çu do ka patë mundësi më pa. Po, me tregu dhe se kemi pa kështu drejt për drejt, po e kemi pa ato momentet më të rëndësishme. Si shpritej, Argentina fituesi kampionatit botëror të fundit nuk pat shumë vështirësi. Messi ka në elementin e vet. Pikërisht. Dhe mendoj që Argentina prapë do të jenë një ndër favoritët kryesor për ta fituar këtë kampionat. Po mdo këtë mosha për Messin veç numër, kështu që në këtë rast e lusim edhe regjin që të shohim edhe golat e ndeshjeve pas mesnatës. E lusim regjin dhe kthehemi prapë diskutojmë në studio. Pra shikues të dashur, i pam edhe golat, para se të vazhdoj bisedën me mysafirët tanë, dhe të flasim gjëre gjatë, është momenti të falenderojmë sponsorët tanë të artë. Starcard është më shumë se një kartel, është liria për të menaxhuar financat tuaja si pas nevojave. Me Starcard mund të bëni blerje deri me 24 këste pa interes të partnerët e TEB. Të kryeni pagesa të sigurta, brenda dhe jashtë vendit, si dhe të tërhiqni paratë të gatshme kur ju nevojitën. Birra Peja. Birra më e mirë në vend, Birra Peja i shoqëron edhe sonte adhuruesit e birrës dhe futbollit, të ashtu quajturit Birra Bollerat. Me motën s'ka lidhje, a hupim, a fitojna, e gjithë kupa është e jona. Kafe 40. Botërori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është një 40 kafe. Meraj, një falenderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijeshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalin dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet tuaja të preferuara me shijen unike dhe cilëtetin e padiskutueshëm të arrave, frutave të thatë dhe farërave Meraj, shije që bashkon miqët para ekranit. Produktet Meraj i gjeni anë mban marketeve tona të përfaqësuara nga distributori ekskluziv për Kosovë Erës së Tretë. Këta janë edhe sponsorët tanë, të cilët i falenderojmë, edhe po nisim bisedën, po vazhdoj këtej. E pama, pi vështërsohet puna Cristiano Ronaldos edhe në fund karrierës. Messi shënon 3 gola, sot
e kemi Portugalin, Ronaldon. Mos të harrojmë edhe Mbappen. Mos ta harrojmë Mbappen. Po unisa treka paralelen Messi Ronaldo, pasi gjithë kohës është diskutuar cili është më i Mendoj që do të mirë. ketë befasira shumë të mëdha dhe fillimi gjithmonë do të jetë shumë i vështirë dhe po shihet që asnjë ekip nuk qenë ka outsidere. Dhe gjitha ekipet që kanë përgatitura, por vështirësitë e kohës klimatike është pak e vështirë për evropianët të luhet në ato kohë të cilat me të vërtetë është një vopë shumë e madhe dhe po shihet që aziatikët së bashku me Amerikën Latinët po tregojnë që janë befasia më e madhe e këtij eventi më të madh historik e organizuar nga FIFA. 48 shtete, 100 mbi 104 ndeshje do të. 104 ndeshje do të luhen dhe me të vërtetë do të jenë shumë me rëndësi dhe finalja do të jetë diskutabile se kush do të jetë. Por mendoj realisht edhe koneshe se të fitues. them të drejtën pas unë personalisht mendoj që është mirë të fiton Portugalia në finale me Në Argentina. finale Portugalin? Po mendoj që po ka një ekip të jashtëzakonshme dhe shumë lojtarë të cilët kanë fituar edhe Kampion Ligën dhe ka një mesfush të jashtëzakonshme, sulmues të jashtëzakonshëm dhe të gjithë në ekipet në ligat superiore dhe shikojmë, po mendoj kështu në të jetë, sepse fundi karrierës nuk do të mundet pa Messi më të fillon pas 4 vite dhe me Ronaldon, kështu që kishte me qenë kënaqësi të shikojmë finalet të jashtëzakonshme Portugali-Argentinë. A mendoni një pyetje, a mendoni që Messi e ka kampionatin e fundit, botrorin e fundit? Po besoj që po. Po, do e përmbyllë. Do të përmbylli se i ka vjetë është moshë të shtylla, pak është 31 vjeçar. Edhe besoj që po m'duket që edhe fizikisht u përgatit mirë për çet kampionat, se kanë menduar shumë që është të luajë në kampionatin në Amerikë që fizikisht nuk do të mundet të përballoj këtë kampionat, po m'duket që është edhe i përgatitur mirë fizikisht, edhe po m'duket që sa do të kaloj më shumë turnire, ai do të tregoj të aftësitë e tija që i ka. Absolutisht po du me pyet, tregon pak qyshe pa Messi ndje. A ishte e pritshme, ana e te kaloj pritshmërit. Tu e ditë faktin që 39 vjet, hat-trick, në top form. Në fakt, ajo forma e tij do të thotë që e ka ruajtur në mënyrë konstante edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka treguar që Messi është po ai i njëjti. E veçanta e mbrëmjes në natës mbrëmjes ishte ajo që ishte hera e 6 që ai është pjesë e kampionatit botror, por asnjëherë nuk e ka filluar në mënyrë kaq të foreshme. Për herë të parë në kampionat botnor Messi shënon hat-trick. Për herë të parë, pra është viti 2006 kur ai debuton për Argentinën. 20 vite. 20 vite dhe askush se kishte menduar që në vitin 2026 ne do të flasim ende për Messin, për shkak se ne që pak kena memorie nga e kaluara, e dim që në shumicën e rasteve edhe yjet shumë të mëdha të futbollit kanë participuar deri në 4 herë në kampionatet botërore, përjashtim me sa mbaj mend unë ishte Lothar Matthäus në kampionatin botror 1998, kur kishte bërë paraqitjen e 5 në kampionat botror, po jo në këtë formë çfarë është kjo e Messit. Dhe ai tregoi që me një mend mosha për të bënë është vetëm numër dhe e mira e kësaj është që do të kemi mazhi ende nga una e tij dhe kampionati do të jetë po aq interesant sikurse edhe në Katar kur ishte para 4 viteve. Normal mbrëmje ishte nota e yjeve. Kisha më thënë për shkak se të njëjtën ritëm më ndjekën edhe Kylian Mbappé që ishin 2 protagonistët e botrorit të kaluar deri në finalin e fundit pra. Dhe tashmë është në pyetje edhe Erik Haaland pra i cili dina për cilësinë e tij. A përfusim Ronaldo në këtë 4 shajo? E tash për këtë do të kemi sonte mundësi të shohim se deri në çfarë niveli do të jetë edhe përgatitja e tij, padyshim që edhe Ronaldo ka ruajtur një formë të mirë. Por e mira e këtij botrori është që ajo që në fillim cili ka pasur frikën që ky numër kaq i madh i skuadrave ndoshta ka me zbe kualitetin
prapse prapë është që ende po rutaj nivelit që të hadhe kolegu më herët dhe besoj që në gjyrët pasuese do të jetë më adrenalin, do të ketë më interesant ndeshje, e sidomos të loja tretë kur do të përstatohen edhe kush mund të shkojë në raundin tjetër që është eliminues. Absolutisht. Gozi, apo më tregën për kombë ti po ti edhe... Sa thëmë të drejten edhe në jam edhe për Messinë edhe për Ronaldon, se të dytë jetën gol, okej. Duke marrë parasysh se Messi ka Për jetë pare të gjej dikon që do t'jem edhe me Messin edhe Ronaldon. Zakonisht ose jem me Messin ose me Ronaldon. Probleme bone përziell me dëves duke marrë parasysh se të dytë janë të mirë. Kone kështë përgjep? Messin Messin prapse Messi. Duke marrë parasysh se Messi ka gjithsej 27 ndeshje në kampionate botërore. Dhe gjithsej ka shënuar rreth 16 golla me të mbrëmshit. 14. Me të mbrëmshit 16. Kurse Ronaldo gjithsej ka 22 ndeshje dhe 8 golla të shënuar. Kështu që mendoj që Që shpe pret sonte Ronaldo? Po pret me debutu me... E pres me debutu me një gol, kështu që të shumë. Për këtë fanë si cilet ekipje, në pa mundësi që me kohën Kosova me Shqipnin, për këmbën tifo. Ma shumë jem për Argentinën. Për Argentinën? E pres kështu ashtu në finale, nuk do të thëtë që one jam asë si jashilloj sigurt, po besoj që Messi është interesant që jetë në finale. Po, si shkon keq, nëse mundet edhe Ronaldo, duke mos parasysh se është mosha ati 41 vjeçare dhe nuk i ka si titull të fituar botror të Ronaldo. Jo, botror jo. Kështu që Messi e ka, kështu që Ronaldo nuk e ka. Kështu që më mirë dhe ishte Ronaldo në këtë mesa. Përfundim të karrierës Bakil, kjo është përfundimi i karrierës tij, mendoj që do të ishte interesante këta me një kampionat botror. Unë mendoj që ajo që ka ndikuar në brand, konsideroj që ai relaksi i Messit për të qenë në këtë formë që nuk kishte në botëroret e kaluara ishte ajo zhveshja nga kompleksiteti i cili e ka ndjete me vitet tona, që sa performonte mirë në Barcelonë ose dikun tjetër, gjithmonë vreta ishte që ai për kombëtare nuk po e bën një gjë të tillë. Dhe si duket këtë e ka kalu tash para 4 viteve dhe normal që tash ai hyn me një luks, kisha me thënë që edhe po të eliminohet tash më kombi Argentinas nuk do të gjuhet nuk do ketë në shënjestër Lionel Messi jo e ka penguar, por vazhdimisht e ka ndjekur ai krahasimi me Maradonën që Maradona ka qenë yll në Evropë, ka qenë edhe në Argentinë dhe madje edhe konsiderohet që gjenerata me cilën Maradona kishte fituar botërorin e të dhjetor, nuk ishte ajo çfarë kishte Messi në ekipën e vet, dhe kështu që kjo ka ndikuar në psikikën e tij, por si duket atë e ka kaluar dhe për këtë arsye tash po shohim pra këtë ritëm të tij dhe unë besoj që kanë vazhduar edhe në ndeshje të tjera. Drejton si një futbollist për kombën tifo realisht, do duhet të pyet, a do luaj Portugalia për Ronaldon, gjithë ekipi për Ronaldon apo Ronaldo për ekipin, në tregopa? Kështu unë tradicionalisht jam tifozi Anglis. Anglis, okej, kemi ndeshën sot në Kroaci. E përcjell Premier Ligën e përcjell shumë. Jam tifozi Liverpoolit njëkohësisht. Liverpoolit. Edhe çdo kampionat jam për Anglinë. Po unë mendoj që pretendentët kryesor për me fitu këtë trofe janë Franca, e ka një ekip të jashtëzakonshëm. Mbas Francës, mund me qenë një nivel të njëjtë Argentina, Brazili gjithmonë është aty, Portugalia, po mendoj që Franca me këtë lojë të para ka tregu që është një ekip që ka një ekip mirë prej 22 lojtarëve. Nuk është vetëm një ekip prej 11 lojtarëve, po i ka gjithë ekipën e kompletuar, pashtu edhe ekipën në rezervë. Edhe po këtu normal që nuk dije se është turner, është eliminim, mundet që një lojë mos me pas ditën e vet, edhe të ketë një kundërshtar si Portugalia, Anglia, nuk dije se edhe Anglin e ka mujt në çerek finale, kur e ka Kinë e ka u penallin, që ka mujt me barazu 2-2 edhe nuk është ditë asgjë. Ka këtu vendos momente, vendos futbollisti i cili është më i përgatitur fizikisht, mund me pas lëndim, ndërkohë ndonjë futbollist që e bën dallimin në ekip, edhe mundet me përfitu ekipa tjetër për këtë shkak. Por po më duket që është një kampionat shumë interesant, është një ndër kampionatet në aspektin fizik edhe me diferencën me nivel lojës shumë pak ka dallime. Nuk është si kampionatet tjera që mundesh me mujt shumë lehtë një ekip.
Na e pom që Spanja mbeti baras 1-1, që është një... A ka ndiku shumë edhe teknologjia që i ka bo pak ma vari, ka ndiku shumë e ka hupat kreativitetin të lojtarë, tash më duket pëllujnë më shumë me teknikë, me perujnë energjinë për ndeshin tjetër, për botë kalkulime shumë. Po, ka ndiku edhe kjo që tash edhe auti në kornerat të gjitha këtu po shkojnë ma shpejt, nuk e kanë atë ngadalsin për para që kanë pas. Edhe po më duket që tarmën edhe këto regula kanë me parafru edhe UEFA edhe FIFA, po më duket ma kreativ edhe një futbol ma i shpejt. Ma i shpejt. Këto po kontribuojnë këto shtetet afrikane që po duken fizikisht shumë mirë që po lujnë, edhe po lujnë, po edhe nivelin fizike kanë pak po më duket që ma të larë se këto ekipet evropiane. Absolutisht, po. A ne po du me ditë një pyetje, tregom një përgjigje nëse mundesh më jap. A ka me lujt sot e gjithë ekipi për Ronaldon? Patjetër. Do luajmë për to. A e pengon kjo Portugalin në kuptimin që unë mendoj që Portugalia do të luajë më shumë për të ndjerin Diego Jota. Dhe ai ka merituar të jetë fatkeqësia që ndodhi me të ndjerin me një futboller të klasit shumë të lartë, i cili ka qenë në Liverpool, por mendoj që për momentin do të ketë befasira dhe për mu mbram Franca me Senegalin, ku një kampion i Afrikës ka luajtur me Francën, Senegali po do të them, atëherë do të ketë shumë befasira. Unë mendoj që përgatitja fizike e afrikanëve ishte në nivelin më të lartë, ndoshta edhe klima, temperaturat e larta që ju i përbollen, por sot do të ketë problem Portugalia, sigurisht që tha më herët kolegu Spanja, dhe futbolli spanjoll dhe portugez gati përngjan po ashtu edhe brazilian, dhe nuk do t'i përshtatet absolutikisht Kongoja Portugalisë, por mendoj që mini lojtarë, sikur që është Ronaldo, Messi, Mbappe, disa Haaland, ta zgjidhin lojën mbrenda 2 sekonda. Absolutisht. Dhe unë mendoj që Portugalia për të relaksu psikologjinë e vetë me një trajner të jashtëzakonshëm që ka qenë ish trajner i Belgjikës, i cili nuk mund të bëjë asgjë në atë ekip, mendoj që ka bërë më të mirën që kjo ekip është për momentin në nivelin më të lartë dhe sot teknikat nuk është ndoshta përgatitja fizike, sa është përgatitja mentale. Mendoj që një motiv më shumë shtesë kanë Portugalia, pasi që Vitinha do të jetë kolektori kryesor i Portugalisë, ku edhe ka zgjidhur problemin edhe me Paris Saint-Germain, ku u bë kampion Paris Saint-Germain, dhe mendoj që Portugalia duhet dhe mendoj që do të jetë një finalist, dhe kam qef të jetë finalist, por mos të harrojmë Anglinë që tha, fatkeqësi që nuk është Italia, sepse din të bëj befasirë më të mëdha. Ka 1-0 dhe shkon finale dhe tam të fiton. Do flasim pjesën e dytë për mungesën e Italisë. Duket se nganjëherë vish prezenca e futbollistëve italianë bën diferencën. Është shumë interesant një koincident, ndoshta e din statistikat më hershme, gjithmonë Evropa ka fituar në shtetet Amerikës kur kanë luajtur, ose në Azi, por në Evropë kanë fituar Amerikën Latinët. Shumë interesant dhe mendoj që do të kthehet kupa në Evropë. Interesant po duket që evropianë nuk kanë fituar kur në shtetet e Amerikës. Të Evropës. Italia, për shembull, vetëm të atë gjallë kur ka fituar në Argentinë atëherë, me atë golin dhe për atërit s'ka pos fituar. Nuk ka fituar asnjë shtet evropian në kontinentin amerikan, sa e di unë. Deri më tani që di që statistika është deri më tani. Okej. Kështu që Gjermania kur ka fituar. Po Gjermania ka fituar në Brazil kur ka fituar. Mos harroni, A 94-ën ka fituar Brazili në Amerikë kur ka mujt në penalla në Italinë. Ajo penaltia e famshme e Bagjës. që ka u po ashtu. Pikërisht në SBA. Po, bashkë në SBA. Po. fantastike. Me dole atë ekrani. Konvenon sepse mbasi po luhet në Meksiko.
E ka një histori të lavdeshme atë. Që shohën e fiton me gol drejtor. Avne, Tash e ka marrin. që dojmë mu updateu dhe më majtë informu për kampionatin botnor, mos harroni në rtklive.com, futemi te rubrika sport edhe gjitha informatat, lexojmë disa prej titujve. Vedatmëri që takua me nxënësit në Prizren, okay, një ngjarje që gjithmonë na bën neve krenar, lajmi mirë për Liverpoolin, kemi gjithçka nga kampionati botnor, kështu që futuni në rtklive.com në fushën sport, edhe informohuni, në këtë qasë shkojmë me blok marketingu dhe rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit tonë ku do të flasim për kampionatin botnor. Qëndrani me ne. U rikthejmë në studio për të vazhduar bisedën tonë, por në këtë qaste shkojmë me rubrikën A e dini se. Të shohim se çka ka interesante që mbasi nuk e kemi ditë më herët, edhe po na bën kurioz. Hajde, regjia. Asnjëherë ndonjë kombëtare nuk ka fituar ndonjëherë Kupën e Botës me një trajner të huaj. Okej. Se kum ditë këtë fakt interesant, a keni ditë dikush për juve? Jo. Jo. Po. Po më duket drejtoni po. Po. A e din, a kun dikush për afër të paktën? Ha? Për besë, s'tasht finale e Franca. Asnjëherë ndonjë kombëtare nuk e ka fituar ndonjëherë Kupën e Botës me një trajner të huaj. Kampionatin evropian, Grecia me ato Rage dhe ka fitu. Kampionatin evropian, po për botror jo. Ani ky një mesazh për ekipet që mos më shku me trajner të huaj. Pikërisht. Po kthehem, po flasim për kom po bën ti, po më intereson Muhamet. Po fan si cilët ekipje që kish jep me pa, që e përcjell, ose të lidh me për shkak ndoshta të ekipit. Ne gjatë pauzës kur diskutuam, normal ato ekipet që në fëmirinë e hershme të i kisi favoritat u mbesin, normalisht që prej tyre të konë kam betë Argentina atëherë Maradonës, por edhe Gjermania perëndimore kur ka fituar atër vitin 90, edhe pse në atë kohë si fëmijë mbaj men kur bëja tifo për dy kombëtare, por në fund isha përshatu për Gjermaninë dhe natyrshëm mas andej për Kroacinë. Kjo për shkak se të thotë ne në atë kohë do jemi rritur me emrat e yjet atëhershëm si Davor Šuker, Zvonimir Boban, pra yjet Dinamos Bokšići nga Hajduku e tjerë dhe në farë mënyrë edhe kampionatin evropian kur patën përfaqësuar për herë të parë vitin 96 ka qenë një farë lloj inspirimi edhe për neve në atë kohë kur jetojshëm plot në ghetto pra gjatë viteve të 90-ta dhe qysh Kroacinë kena pasur një drejtore shprehëse e veçanërisht në botrorin e vitit 98 kur për herë të parë ftohet një shqiptar nga Kosova pra të jetë pjesë e kombëtarës si Ardian Kozniku, anë që nuk ishte një minutazh, por për neve ishte një farë përfaqësimi i cili e mbaj mend që ka qenë tepër i rëndësishëm. Kroacia në fakt ka arritur edhe finalen në vitin 2018, por pra mendoj që ajo gjenerata e vitit 90 ka qenë më e mirë. Në atë kohë ka qenë Modrić, ka qenë një gjeneratë fantastike. Treneri Qira Blažević, në atë kohë ka bërë befasira të jashtëzakonshme me këtë ekip kur në gjysmëfinale humbi, por e fitoi vendin e tretë dhe kjo është histori e madhe për një shtet të ri, sikur që është Kroacia. Dhe në atë kohë dihet që në ndarjen e Jugosllavisë ekipi kroat ka qenë superfuqi. Dhe me një ekip të jashtëzakonshëm prej portierit deri në sulmues me Davor Šukerin ish lojtari i Real Madridit, pastaj Zvonimir Bobani Milanos, Tottenhamin atë kohë Modrićit atëherë ka qenë ekip të jashtëzakonshëm, ka pas ekip të fortë dhe ndoshta ka pak duhet të flasim për referimin. Referimi është ndodhur është vetëm një pyetje, pse Kroacia nuk po shihet ndoshta favorit kësaj radhe? Nuk është mosha e Modrićit, gjenerata pak ndrimi gjeneratës dhe tashti nuk ka lojtar të ri përveç Guardiol që është për momentin dhe nuk di çka them, tashti dy lojtarë luajnë edhe për ekipet në Al Hilal me Ronaldon, mendoj që Kroacia do të ketë problem të kalon grupin. Do ketë vështirë. Shumë vështirë, edhe në grupë ka ndinë se do të ketë shumë vështirë, dhe di që Anglia du të kaloj grupin dhe ka një trener të jashtëzakonshëm gjerman tipik, sikurse që është temperament gjerman, dhe besoj që Anglia, Kroacia ka shumë problem. Ka shumë problem. Shumë problem do të ketë për të kalu grupin.
Sa ndikon në ndrimi i gjeneratave të një përfaqësuesi, një kontare për unë mund të flas dhe na si jemi edhe ish trajner dhe pastaj kemi qenë ekip, mirë po për futbollin mund të flasin ta gjenerat do të shkojnë mbi 10 vite, pastaj deri vjen kjo gjenerat e re dhe kalon ndoshta 10 vite. Mendoj unë ashtu. Angli-Kroaci, Gaz, kush po fiton? Kush po ke qef me fitua dhe kush po mendon që fiton? Dy pyetje njëkohësisht. Kam qef me fitu Anglia, besoj që do të fitoj me një rezultat mendimin tash prej 3-1. 3-1. Unë po kam qef me fitu Kroacia dhe Lus Regjin me pa një video interesante që tregova në fillim, me paralemrova, kështu që nëse jemi gati regjia e shohim çat videon, nëse kemi po. Besoj që po. Interesante, shumë interesante. Shqiptarët, që nga tash e 30 vite, dyqysh e kemi dashtë Kroacin, ndoshta edhe në ka lidh paka situatat politike, situatat që më dashtë më shumë me kroatët, me mbështetë për fatësisë në Kroaci. Mendoj që shiku ekipin anglez do t'jetë më shumë të sepse ndihet kur shtëpinë e vet, ish koloni. Edhe mendoj që do t'jetë aty shikus, do t'jenë t'jazakonshëm për Anglinë dhe dihet që kampioni i Anglisë është edhe Beckham, ish lojtori me numër 7 David Beckham dhe ka bo kampion me Messin e ka bo Miamin dhe mendoj që në Angli do t'ketë shumë edhe dihet që Anglia ka një Premier League t'jazakonshme në botë, shumë super fuqi. Dhe shikojmë sot. Unë do shta mendoj ashtu, sikur ju të fiton Kroacia, por ka shumë vështirë. Shumë e vështirë. Para se të vazhdojmë flasim për referimin, po du me fol pak me Gazin, 28 shtete. E kam bo më dobët kampionatin botnor, apo është njëjti nivel që shimi mësumi pasu, kur ka më pak ndeshje, është gara më e vështirë. Edhe pse ka ma shumë pjesë marës, po më duke që cilësia rujt edhe ushtu pak, edhe që po kem reprezentacione ma shumë që me tregu cilësit e tëve, pra për jepet rastje ma shumë reprezentacione kombëtare, edhe mendoj që nuk është që ka upë në kvalitet diçka. Ta është sa do të shkan më tutje kampionati, normal që në eliminime aty do të ketë lojë më cilësore, dhe më interesante, por njerë për njerë në personalisht jam shumë i kënaqur me cilësinë deri më tani që kanë treguar. Unë më herë thash që kam qenë skeptik. A ka ndaj ekip befasi? Asaj, deri tash nuk Ska japonezët. Japonezët nuk është se nuk janë pjesë e botërorëve disa. Sa rrojmë se koreanët ka bo ekip. Por mendoj që ajo me 32 kombëtare ka qenë më e përshtatshme, më mirë për shkak se është kompeticion që mohet njerë 4 vite. Kuptohet. Po dhe është një mundësi e mirë dhe për Kosovën e Shqipërisë, ishim afër për 90 minuta me kom pjesë... Ne mboj men që deri në vitin 94 kanë qenë vetëm 24 ekipe. Masandej, kur e bo 32, 98-ën ka qenë shumë skeptik se ato po, ajo funksionoj. Tash kjo me... A e ka dupsu, Muhamet? Unë besoj që po. Besoj që po? Unë besoj që po. Për shkak se tash mundin me vrejtë në fasën e grupeve. Do të thëtë, në të kaluarën, çdo herë kena vrejtë për shkak grupi vdekjes. Kësa herës këna posë asë një grupë vdekjes. Për shembull, çdo herë 94, 98, 2002, gjithmonë për shembull i ke posë me një grupë 4 ekipe që kanë qenë pretendente. Edhe ndoshta ka ndodhur që për shembull 2002 në Argentina ka qenë pretendenti kryesor në grupë, po ka rënë fazën e grupeve. Pra si u zgjeru. Do që ka qenë befasi shumë e madhe se Argentina me rënë vitin 2002 ose Spanja në vitin 98. Ka qenë favoriti kryesor i grupit, edhe më kujtohet atëherë do të patën shku Paraguay dhe tash po harrej cili ekip, por e di që Spanja dhe Bullgaria patën mbetur, ani pse u konsideroheshin se ishin favorite për kohën. Kështu që ajo e ka ndikuar pak a shumë edhe kualitetin. Por megjithatë, pajtora që është rasti mirë për kombëtarë të tjera, ne po vetë në petë në lëkurën tonë, pra ishëm krejt ofër. Shumë ofër. Kosova, Shqipëria i patëm 2 ëndra, po është realisht... Edhe unë mendoj që po të kualifikoj Kosova do të ishte një... Befasi për... Një befasi e mirë, por ja që... Gazi, para se të vazhdojmë ty edhe njëherë, më duhet, me pa tjetër, t'i falenderojmë sponsorët tonë të artë, e kemi Star Kartën për blerjet jashtë vendit. Star Kart ju ofron mundësinë që transaksionet tuaja t'i ndani deri në 3 këste. Mjafton të regjistroheni në aplikacionin Tab Mobile. Kështu ju e keni më shumë kontroll dhe fleksibilitet në menaxhimin e shpenzimeve tuaja.
Bira Peja, bira më e mirë në vend, Bira Peja i shoqëron edhe sonte adhuruesit e birës dhe futbollit. Të ashtu quajturit Bira Bollerat, me motën s'ka lidhje a hupim a fitojna, gjithë kupa është e jona. Interesant, Bira Peja, falenderojmë. Kafe 40, botërori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtes. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithë shka që ju duhet për të shijuar futbolin është një 40 kafe. Meraj, një falendrim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijeshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalin dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet tuaja të preferuara me shijen unike dhe kualitetin e padiskutueshëm të arërave, frutave të thata dhe farërave Meraj, shije që bashkon miqët para ekranit. Produktet Meraj i gjeni anën banë marketeve tona, të përfacuara nga distributori ekskluziv në Kosovë, ERC Trade. Falenderojmë sponsorët që kemi Fakta që ka mundësi. Falenderoj shumë. Po kthena një deklaratë me Lot Rashicës në ndeshjen e yjeve me la përshtypje tha Spanja ose Franca. Ishe si gaz si pretendente për ta fituar. Pe marrë këtë deklaratë pasi që e dim nivelin e lartë që e ka Milot Rashica. Mendoj që në raport Rashica dhe në këtë rast Gazma Magjoni, ajo është më i thirrë mësione. Dhe e përcjell më shumë që mos më avlum diskutim. Unë jam cita të poshtë që ka thonë ai, kështu që unë japa mendimin e vet, kështu që edhe ai ka dhënë mendimin e vet të shumë përfundimin e kampionatit. Dëshirën pa kontra si Gazi me fitu Portugalia me Ronaldo, pa punkte rrethana menoj që Spanja ose Franca ata janë që me qenë sa më realist. A ndonë të njëjtin mendim me Milotin. Lojtar të Real Madrid brenda Spanjës nuk do të fiton Spanja. Edhe një herë si dëgjova. Thash derisa nuk ka lojtar të Real Madridit brenda ekipës së Spanjës, atëherë Spanja ka problem të fiton. Domethënë po kthehemi në kohë Sergio Ramos. Sepse ka një përvojtje e zakonshme, cili lojtar të vjen aty ka përvojtë dhe është Kokorellën e kanë marrë edhe. Kokorella është po vones. Ai tash shkruan ende përcjellsin shkruat aty në moment derisa. Po bëjnë këtë deklarate avnis pasi që unë jam fan si Real Madridit të poshtë vërtet. Sergio Ramos si Xabi Alonso kanë qenë Casillas kur në kohën e ardhë dhe Spanja gjithmonë ka pas. Patjetër është dalë në rezervë atë një lojtar të Real Madridit për arsye se shumë lojtarë të Barcelonës dhe Realit kanë pru ekipe, kanë pru kupa shumë të mëdha në nivel shtetëror dhe e din treneri më mirë po mendoj që kishte me qenë ndonjë lojtar, për shembull Carvajal, kishte qenë lojtar rezervë, një mbrojtës i mirë, ansor dhe kishte me bë ndoshta 10 minutë me lut për nder të këtij ekipi gjigant që është. Nganjëherë. Ndoshta mallkohet më vonë Spanja. Ka problem. Duhet mos harrojmë edhe Brazilin. Pikërisht po dashur me pyet. E ka një trener shumë të mirë që ka sjell trofe shumë Ancelotin. Edhe e pash veç ish rikthy po duket edhe Neymari se ka qenë i lëndum, edhe kish fillu me a ka më aktivizuar Gaz? Se drejton, a mendon që do aktivizoj? Jo, ndoshta këtë lojë, po me siguri do të aktivizojnë lojën e ardhshme, lojën e tretë. A do ketë minutazhën e plot Neymar? Nëse arrin të rikthehet fizikisht, sepse ka ashtu aspektin fizik, të mirë mendoj që është njëri ndër lojtarët më të mirë sipas meje, Neymar. Sipas mendimit kërkoj folje, nëse ndërhy, Ancelotti nuk ishte bën ndryshime taktike, por kishte duke lojë njëjtë sikur që ka luajtur në Real Madrid. Dhe mendoj që do të ketë probleme shumë me lojtarë dhe është kritikuar shumë nga ish lojtarët edhe nga ekipet braziliane. Ka lënë disa lojtarë shumë eminent, sikur që është lojtari nga Manchesteri, dhe ka lënë rezervë, pastaj hyri dhe ndryshoi lojën, por ndryshe do të kishte humbur në atë lojën e parë që ketu luajtur me një ekip të cilën që është doshta fitoj Brazili. Mendoj me këtë lojë që ka luajtur në lojën e parë, atëherë do të ketë probleme shumë të mëdha për Ancelottin. Unë kam respekt jashtëzakonshëm për ato si trener. Është interesante dhe Brazili me shku tutje, duke marrë parasysh se po dalën nga futbollin në rrafsh tjetër, po prapë jemi sport. Patjetër. Duke marrë parasysh se në vitin 2016 Malinda veç fitoi medaljen e artë në atë kohë, kështu që është besoj që është interese dhe shkëlla e tutje, duke marrë parasysh edhe lojtarët të cilët posedojnë si ekip, si kombëtare. Kështu që
Gras me ngrit një hipotezë. Gjithmonë thonë Neymari ka me fitu se ka të fundit me Brazilien. Messi e fundit me Argentinën. Ronaldo me Portugalin. Domethënë jenë këta emra që po diskutohen që në fund karrierës, që po ngritën këto hipoteza, domethënë kanë me fitu pasi që është edhe pe lidhen me lojtarin e ekipit më të mirë. Mos ta harrojmë, Brazili është kampion olimpik, kampioni shumë herë i kësaj kupe dhe nuk besoj që Brazili do të fiton, mendoj une, por si që thash më herët, do t'jetë si që kanë deri në gjysmën finale Brazili shikoj pastaj. Është interesant sepse historia na ka treguar që ekipet që nuk kanë performuar mirë lojët e para, gjithmonë kanë shku tutje. Kështu që nuk gëzojnë amunis prej lojëve të para. Për shembull, herën e fundit Argentina ka u lojën e parë prej Arabisë Saudite, Spanja pa të prej Zvicrës, po dyja që janë bërë kampionë në fund. Është një që kisha më thonë, ndoshta pak është herët për me gjyku, po prapë se prapë unë i qëndraj, jam në linjë me gazën që do të thotë i shoh Francën dhe Spanjën ende i shoh si favorit, më shumë se Argentinën edhe Brazilin. Gaz gjithmonë kur ka nis kampionati botëror na e kemi pas vite më parë që Brazili e fiton. Do të vetëm kriju një farë bindje që Brazili gjithmonë fiton në kampionat botëror. A mund të përsëri kjo historia, mund të më ndodhë. Gjithçka është në gjithçka është më shpejt. Se ka is teknologjia përpara dhe tash lojtarët më din çdo gjë tash për shumë. Ai ka prish futbollin çka teknologji. Afrika kanë ecë shumë përpara në aspektin kondicional. Kështu që tek në këtë taktik veç kanë filluar ata diçka, kështu që futbollit nuk i dihet. E merr një goll dhe përfundon loja, kështu që Mourinho ka thonë kështu. Me rancien 3 pikë 1-0 nuk ka ranci. Sa i përket Messis, Ronaldos dhe Neymarit, cili është më interesant me marrë tash këtë titull, duke marrë parasysh që Messi veç e ka një titull të tillë. Nuk është interesant, po për Messin dalim te Neymari dhe Ronaldo. Po më pëlqen Ronaldo si 41 vjeçar kish më qenë shumë interesant edhe për ta fitoj edhe këtë titull. Okej, Gazi, marketing. Është momenti për marketing dhe rikthehemi më një herë në studio dhe vazhdojmë prapë bisedën dhe jemi gati në mbyllje të emisionit. Kështu që marketing. Pavarësisht, po vazhdojnë diskutimet edhe gjatë bllokut të marketingut. Në këto momente kisha lutë regjin që të shkojmë me parashikimin e njerë kalendarin e ndeshjeve, edhe po diskutojmë për këto ndeshje që do zhvillohen sot, mendimet e secilit prej jush më interesojnë. Shkojmë edhe një regjia, të lutëm. Kalendari. Okej, Portugali, Kongo, koneshene pimarim kështu me radhë. Muhammed, koneshe? E shoh favorit Portugalin. Portugalin. Po. Rezultatin? Me pasi shënim? Nëse je prognozer i mirë, nuk e di se unë jam shumë. Nuk jam bashkë mirë. Nuk je mirë. Nuk jam. Jepe një rezultat sa për sy e faqe. Por po mendoj që mund të jetë 2-0. 2-0. Fiton Portugalia. Drejton. Portugalia fiton. Rezultati 3-1. 3-1. Po. Do të ka me pas golla shumë. Gaz. Po mendimi jam është Portugalia. Mu më intereson mendimi yt, sinqerisht Gaz, do të më marr me, Okej. Te Portugalia fiton, duhet me fitu 3-0. 3-0. Anglia 3-1. Ka dalë, Gaz. Një kanë. Okej. Shkojmë Portugalia 3-0. Fiton Portugalia. Avne? Portugalia favorit dhe fiton me 2-0 dhe Ronaldo 2 golla. Poni shumë interesante. Po më pëlqen, po veç të hap shtigje të reja, që nuk e dia kemi kohë me diskutuar, nëse Messi 3 golla, Ronaldo, Mbappé, yjet, domethënë legjendat, po kanë më shënu. Po. Kjo e bën që klubi lum për ta. E di që për çfarë arsye po them. Gjeneratat e reja kanë filluar të kapën me kibernetik më shumë se sa me lojën pasionin që e kanë sporti. Jëmë bë ma robotik? Ma robotik. Dhe besoni një lojtar 41 vjeçar me vrapu më shumë se një ri 20 vjeçar, kjo është një befasi dhe me të vërtet do t'ja ka njëri lakmi këtyre lojtarëve. Qëndroj shto apni, Angli, Kroaci, rezultate? Angli, Kroaci, 2-1 fiton Anglia. 2-1 Anglia. Gaz? 3-1 për Anglin. 3-1 për Anglin. Po kështë drejtonin se fansi Liverpoolit, fansi Anglis, pa diskutim që fiton Anglia, sa po supozon rezultatin? 3-1. 3-1.
Muhamet, këtë për neglizhojnë Kroacin, a ki menim ndryshe ti, apo ishën rëmë po të njëtës? Unë kam mendim ndryshe, mos harrojmë momentet e fundit, trajneri tu që ka bot disa sensacionin kuptimin e mostesave, se sot do të rrëletoj kjo, e shohëm sonte, por unë Kroacin gjithmonë e shoh matë mirë me ekipet forta, se sa me ekipet që janë të nivellit ma tolp. Dhe nuk është se nuk janë taku disa herë, mes vete, Anglia nuk ka një historit mirë në raport me Kroacinë. Pikrish për ta kështë të folë, unë besoj... Unë shonë barazim sonde. Barazim? Unë shonë barazim. Në rezultat sa për që mi pasi evidencë? Po, mund tjetë një. Një me një? Po, se shonë lojt të fort, po se po dhe normal që ka me pas pak rezervimet në hapja apo diçka. Kështu që e shonë këtë mundësi. Okej, Lusë Regjinë vetëm të hapë dhe njëherë, se nuk për arrimi pamë. Ghana me Panaman. Dy shtete që ndoshta nuk i njohim shumë. Jo, Ghana është kampion e Afrikës një kohë. Okej. Do me thonë, Ghana do të fiton... Fiton. Sigurisht fiton, Panamoja është një shtet i vogël, nuk e ka në zhvillim shumë futbolin, por nuk e di trener e ka, por nuk besoj që ka trener të vetin, kështu që Ghana ka ekip të jashtëzakonshme. S'po lypë rezultat, pasi që nuk i njohim shumë. Gaz? Unë për dhoni rezultat nuk është që një me disa shumë Ghana, po 2-0 besoj që... 2-0 për? Për Ghana. Ghana, 2-0, këta për shkruj. Për Gazin, drejton? Ghana njëti mendim? Ghana fiton 2-0. 2-0. Mohamed? E shoh favorit Ghanën. Okej. Për Panamon nuk është se kam informacione, por për Ghanën po, sepse kemi po në kompeticione domosdoshmë të tjera, kështu që e shoh si favoritën letër. Si favoritën letër. Azerbajxhani me Kolumbin. Uzbekistani me Kolumbin. Okej. Avnja, kinaj... Po, Kolumbia fiton... Kolumbia fiton. Po, Kolumbia fiton, edhe pse Uzbekistani ishtë shtet sovjetik, ka pregaditje fizike të jashtëzakonshme, kanë ta dhe kanë tradit, por Kolumbia ka teknike dhe ndërta është lojtari më i mirë, Luis Diaz, që lumë për Bayern Munich, ishtë lojtari Liverpoolit, kë do të bën mrekullia aty në këtë lojë sonte. E bën diferencë. Për diferencën të jashtëzakonshme. Fiton Kolumbia. Me siguri. Rezultatin së mëdha? 1-0. I kurseva, vish dy ndeshje kryesore që i njojnë që ato lypa rezultat. 1-0. Ma shumë. 1-0. 1-0. Edhe unë mendoj që Kolumbia do të fitoj me një rezultat 0-2. Okej. Kështu që Ti edhe ma thellë shkove, ha? Ma bëtë shumë rezultate. E shumë i sonte. E shumë sonte. Nesër ali është të vjen, po. Fiton Kolumbia, po. është, si qëta, është lojtari, në ndër lojtarit më të mirë, edhe më në formë Luis Diaz, besoj që s'ka me pas problem. Nuk ka me pas problem. Lojtar tjera dhe lomët të jashtëzakonshëm. Po. Po na deli vetëm dysh. I vetëm po, Kolumbia ka traditë kampionate botërore, është pothuajse prezent çdo kompeticion dhe unë shoh si favorit në raport me Uzbekistanin, kështu që presti fituar nga Kolumbia. Kështu që unë mendoj që opinionet tuaja veçimore. Gaz, do të thash një mi ditë dhe testa që më bëra unë po rezervona sot. Unë po rezervona sot. Unë mendoj që Kroacia, vetëm një, besoj që Kroacia ka me ma vetëm kështu që ndajmë të njëjtin mendim, besoj në Kroacinë, besoj mentalitetin e Kroacisë. Unë do më falenderoj shumë, sinqerisht që gjetët kohë edhe ma bot shefin që ketë, diskutuam çfarë sot dim. Gaz, falenderoj shumë. Faleminderit për juve. Avni. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe është ndër privilegj të jemi, është hera 2 që vim, po është kënaqësi të bëjmë një prezantim të mirë dhe ta prezantojmë shtetin tonë në të ardhmen edhe të jemi më unik dhe të punojmë sa më shumë që në arenën ndërkombëtare të prezantohemi si është më së miri. Shumë faleminderit për kohë. Muhamet, drejton ti falenderoj shumë. Faleminderit. Që jemi prapë besoj, në këto momente, patjetër që është momenti që të falenderojmë edhe një herë, për së fundmi, sponsorët tanë. Star Kartela, çdo pagesë me Star Card me post terminalet e bankës TEB, ju shpërblen edhe me Star Pik, të cilat mund të shfrytëzoni për blerje të ndryshme. Ndërsa gjatë vitit mund të përfitoni edhe nga kampanja ekskluzive dhe oferta speciale të dedikuara për klientët Star Card. Birra Peja, bira më e mirë në vend, Birra Peja i shoqëron edhe sonte adhuruesit e birës dhe futbollit të ashtu quajturit Bira Bollerart. Me motën s'ka lidhje a hupim a fitojna, gjithë kupa është e jona.
Kafe 40, botërori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është 40 kafe. Meraj, një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijeshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalinë dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet tuaja të preferuara me shijen unike dhe cilëtetin e padiskutueshëm të arrave, frutave të thatë dhe farave Meraj. Shije që bashkon miqët para ekranit. Produktet Meraj i gjeni në ambientet marketet tona, edhe njerë, produktet Meraj i gjeni anë mban marketeve tona të përfacuara nga distributori SRZ për Kosovë ERC Trade. Miq të dashur, ju falenderoj shumë që ishit me ne dhe që ndruat me Fanzone, kështu që lejmë takim nesër prapë. Natën e mirë dhe miru takofshim. Faleminderit edhe njerë.